Në këtë rast, a mund ta shtjelloni më tej cili mund të jetë roli konkret i Turqisë në raport me Greqinë, ku midis këtyre dy vendeve është Shqipëria, sepse kemi parë një në rastin e 97-s ku Turqia kërcënoi hapur Greqinë nëse do të guxonte që të hynte në jug. Jo, ai erdhi Mishtjave Verti, u fut në Dropull i shoqëruar me trupa e me kështu kishin sjell dhe trupat të veshur civil gjasme si minoritarë në përfshatrat e Dropullit dhe ishin bërë gati ata që të hynin ushtarakisht dhe ta merrnin atë që kërkojnë, por e pakrahasueshme e papërsëritshme e kryeministrëve të Turqisë Tansu Çiller i tha pastër sakt dhe qartë. Ktheu me një mbrapa që ta se ndyshin për 4 orë jemi në Athinë. Jam bathën grekët si lepuj, se grekët nuk janë trima i këta dini ju. Grekët bëhen trima kur shikojnë që ka një gjë të dobët përpara, po pa ndëm të ujë ku të ikin me vrap. Pra, pikërisht këtë bëri qeveria turke, presidenti Erdogan, këtë bëri para 4 ditë sa u bën tani që ishte dendia si në Shqipëri dhe vjen ministri i luftës. Kam pasur fatin e mira po të keq, që në mediat greke kam debatuar me 2 persona të cilët më vonë u bën ministra të mbrojtjes së Greqisë. Panos Kamenos dhe Panos Panayotopoulos. Dhe ua kam thënë këto që u them juve, që unë sa kohë që të ketë Turqi ju nuk do hyni në Shqipëri, sepse ky Panos Panayotopoulos më tha kështu. Janë videot, po media shqiptare nuk do t'i marrin këto video që disponoj unë. Këto dokumenta, këto prova që disponoj unë, nuk do t'i marrë sepse nuk jam ban trëmben nga Edi Rama dhe nga komunistët shqiptarë që kanë 85 vjetë që po e qeverisni këtë vend po e shkelin dhe nuk guxojnë të plasen. Dhe tha ju, kur ishte momenti kur në Pashaliman u vendosën e morën për ta mbajtur mirë mbajtur dhe për ta ndërtuar e për ta zgjeruar forcat të ushtrisë turke. Dhe ju tha, na keni kërcënuar hapur, tha, duke sjellë turqit në veri tonë. I thash dhe unë me atë qetësinë që më duhet të isha i qetë, sepse se isha as pak i qetë, por s'kisha të bëja. Dhe zotëri, pra që kohë sa ju kërkoni me borë e pirë, turqit nuk do largohen nga Shqipëria. Ikni dorë nga Vorjo e Piri, thash, ikni dorë dhe nga revogoni ligjin e luftës dhe është i thjesht problemi. Nuk ju shqetëson njeri në veri tuaj, por ju jeni një politik shoviniste anti-shqiptare të egër, të pa luajtur dhe të pa lëvizshme, që kur u bë shtet dhe fatkeqësisht shtet ju u bë shqiptarët i thash. Dhe kur them shteti bën shqiptarët, i bën vërtet shqiptarët, sepse ata në parlamentin e parë grek ishin shqip. Edhe sot e kësaj dite profesor, politikan dhe filozof grek, përparimtar me ndërgjegje qytetare, e thonë troq dhe sakt. Greqishtja nuk ka ekzistuar para 100 vjetësh, ka ekzistuar gjua pellazgjishe që gjua e sot me shqipe. Flisnin shqip dikur. Megjithatë, problemi me Greqinë, thash, unë nuk trëmem, pra që kosa kemi është një Turqi e fortë. Nuk diskutohet fare. Si mund veproj Turqia në këtë rast, nëse Greqia mund krijoj provokimet atilla? Let fare, e detyroj që të armatosi ishujt që ka armatosur Greku, se ka një marrëveshje që mos armatosi të ishujt. E detyroj që të armatos ishujt. Dhe Turqia ka fare kolla, realisht me 1 orë luftë, 2 orë luftë e mbyll muhabetin grek. Sepse ka një ushtri shumë të fuqishme. Ka një ushtri shumë të fuqishme, zotëri. Ka një ushtri me ushtar trima, jo me ushtar që duan atë vaskën e banjos nga mbrapa. Po si mund të ndodhë kjo, se janë 2 vende anëtarë të NATO-s? Se vërtet mendon se ka të vështirë, por nëse Greqia sulmon Shqipërinë, që është një vend antar i NATO-s, atëherë Turqia nuk e ka të drejtë që t'i thonë Greqia stop. Dalin shik. Zoti Islami, si mendoni, cila është arsyeja pse Greqia e rikthen sërish çështjen e varrezave të ushtarëve grek të rënë në Shqipëri? Asnjëherë nuk do pushoj Greqia se kërkuari në Shqipëri. Asnjëherë.
Asnjëherë mos ta heqin nga mendja shqiptarët se grekët nëse nuk u thyej mundët një herë mirë, vazhdimisht do kërkojnë. Ka mbaruar ajo punë, është politika e tyre e jashtme e tillë që nuk e ndryshojnë. Dhe ne armikun kryesor në Greqi nuk kemi qytetarin grek, kemi kishën greke, atë grop septike që po qel gjithë dynjan. Ata janë anëmik tanë. Ata I kanë vrarë ata klerikët patriotë shqiptarë. I ka vrarë kisha. A rrezikon që në vendet ku mund gjenden eshtrat e ushtarëve grek, këto vende të rikthehen në pika pelegrinazhi për vetë grekët, të cilët mund t'i vizitojnë her pas here këto vende që ndodhen në Shqipëri? Dëgjoj zotëri. Se ti më hap një temë mua që më streson dhe më asaror jashtë mase. Kam vajtur me ish luftëtarin e UÇK-s me Çan Zotaj dhe me kryeplakun e Hormovës. Në zyrën e ish kryetarit të bashkisë të Velenës, banditit Hajduti dhe Rrugaçi dhe Kastravesit Tërmet Peçi. Dhe I kam thënë, pse nuk lejon që të vendoset memoriali I të rënëve I martirëve të vrarë në 1914 nga andartët grek. Dhe më dregoj me gisht nga Gjirokastra, se ishim zyrën e tij, nuk më lën ata tha. Pra, grekët po them bëjnë në këtë Shqipëri, bëjnë çfarë u do qefi atyre se ne politikanët, s'kemi politikanë. Ne kemi një parlament të shitur, bastard, të pështirë, një grop septike që quhet parlament, këtë kemi neve, s'kemi parlament me burra. Si e shpjegoni deklaratën e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias, I cili tha që origjinën e kam nga Himara? A është një pretendim ky indirekt për ta quajtur në një farë mënyrë Himarën greke? Jo, ata e quajnë zyrtarisht greke Himarën, ata bile e quajnë dhe Berisha greke Himarën, pse s'ko lartë, çdo me ata, ai grek është tani, pavarësisht është 2-3 breza grek, sa është. Po ty ta quajnë Berisha. Zotëri, e quajnë Berisha Himarën greke. Ja këta janë politikanë shqiptarë. Se nuk ngrihet ai kërma 80 vjeç edhe të thotë ç'është kjo s'pun ku ana kanë ata këtu. Po ai u dha detin, ai u ka dhënë të tëra. Ai nuk u ndjej. Ne Berisha na ka tradhtuar që kur mori pushtetin, por ne nuk e dinim. Unë mendova se duke qenë një nga aktivistët më të zgjelshëm dhe më të lëkundur në mediat greke, kur erdhi në Shqipëri shteti shqiptar, kishte marrë në Shqipëri kishte marrë politikën Sali Berisha, dhe mendova që do ta mbështeste qëndrimin tim në Greqi. Përkundrazi, ai kur vajta unë atje për kërkova që ta takoja me një nëpërmjet gazetares, asaj sekretares kisha atje, ta mos ma qasni këtu ata. Që kisha bërë, unë sa kisha nga emigrimi. Pra, zotëri, më dëgjoj me vëmendje ju dhe gjithë shqiptarët. Ne jemi të tradhtuar nga komunistët shqiptarë. Pik. Po, në këtë rast, është një nxitje kjo deklaratë që bën vetë ministri I mbrojtjes së Greqisë? Nxitje përse? Për çfarë? Po për shkëlqyer idenë që Himara është greke, për të dhënë ide të tilla. Ata nuk e kanë ide, ata e kanë qëndrim. E kanë qëndrim politik, juridik, moral, shtetëror, diplomatik. Ata e quajnë Himarën greke, sepse ua ka thënë vetë politika shqiptare. Të kanë dalë 5 himariot ati që thonë jemi greke, dhe ata thonë, edhe ai thotë është pjesë e Greqisë, dhe do ta mbrojmë neve se është minoriteti jonë, kemi të drejtat tona. Dëgjoj zotëri. Në Shqipëri është zbatuar pik për pik kërkesa serbe që ka për Kosovën. Për za jetinicën dhe për ato asociacionet, në Shqipëri kanë bërë 2 asociacione greke, politika shqiptare, parlamenti shqiptar. Në Livadja, në Dropull dhe në Pinik. 2 bashki greke. S'kishte bërë vaki. Me 10.000 banorë që janë gjithsej në të 2 bashkisë së bashku, Edi Rama u dha të drejtën të bëjnë bashki ata. Dhe do vazhdojnë prapë
duan tani që të heqin dhe bashkinë e Korispolit, me qëllim që të mos ketë gjëkundi shqiptar në atë, duhet të bëjnë pastrim etik, e bën vetë pëllëksira për në parlament shqiptar, zbras dhe përjashton dhe zbras, mirë them, elementin teritorit të troje shqiptare i zbras nga shqiptarët etnik për të vendosur kolonët grek. Jemi të tradhtuar dhe unë nuk kam thënë shqiptarëve, ngriuni ta përmbysim këtë tradhti që po bëhet. A ka më burra po shqiptar? A ka më burra që dalën zotë këtij vendi? S'pas ka. Binden nga një klou cirku, nga një bandit, një bakalaro që quhet Edi Rama, dhe binden atje dhe shesin interesat kombëtare. Kanë marrë toka, troje, prona sa duash, edhe këtë bëj. Zoti Islami, a mendoni se vizita e Nikos Dendias është e lidhur me marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, dhe a ka ardhur vetë në këtë vizitë për të bërë presion kundrejt qeverisë shqiptare në mënyrë që ta përshpejtojë procesin e marrëveshjes mes dy vendeve për çështjen e detit? Ai këtu ka ardhur për t'i dhënë, për ta bërë de jure, se de facto kanë bërë me kohë. Kanë vetëm për ta deklaruar. Se këta i kanë dhënë me kohë. Ore këta nuk, këta po të thotë greku, na jepni gratë, u japën gratë këta. Të tillë politikanë kemi. Këta janë politikanët tanë, të pasip, të pa fytyrë. Se ai për atë vjen aty. Vjen ministri Luksës, më kanë trunko këta gazetarusët, se gazetarusët që merrni mua në progonat dhe hyrin në shpinë qytetarit shqiptar pa leje, pa gjë, nga gardi komshiut dhe nuk erdhi mbi dederësit gjithë njerëzit. Ja, këta janë, ky është shqipi shqiptar. Mos ka me gazetarët, se gazetarët bëjnë punën e tyre tani. Pse ti mund të shkosh për investigim në një familje të hysh nga gardi komshiut? Nuk e di rastin konkret, por e kam fjalën që gazetarët përgjithsisht bëjnë punën e tyre, për ata të terrenit. Kështu e bëjnë detyrën e tyre që nuk dihet fare për këtë marrëveshje të pështira që po bën parlamenti dhe politika shqiptare. Kjo është detyra që bëjnë? Jo zotëri, jo. Atë detyrë bëj vetëm unë tani. Asnjë tjetër. Në këtë rast, a mendoni se po luhet diçka në tavolinë që shqiptarët nuk po e shohin dot? Shqiptarët nuk duan ta shohin, se u themi se çfarë po luhet tavolinë. Deri tani u kam thënë unë disa herë. Edhe po i them dhe sot, u thash dhe do ta them prapë. Gjithçka bëhet në tavolinë dhe gjithçka bëhet pa zhurmë, pa bujë. Dhe ne jemi të shitur. Na kanë shitur, çështë doni mos tim.